Triller me fluturimin e presidentin Putin për në Budapest. Kush del garant? Avionët rusë ndalohen të hyjnë në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara, por edhe në hapësirën ajrore të Bashkimit Evropian. Nëse presidenti Putin do të udhëtojë për në Budapest, do i nevojitet leje e veçantë, teksa do të fluturojë mbi një vend anëtar të BE-s. Është mëse mundshme, por Hungaria që nuk ka dalje në det nuk është destinacion i volitshëm për presidentin rus, që rrallë herë bën udhëtime jashtë vendit dhe që nuk e ka vizituar Bashkimin Evropian prej shumë vitesh. Një gazetë ruse është ajo që shkroi planet e mundshme të udhëtimit të presidentit rus, por trajektoria që do të ndjek ende nuk është vendosur. Hungaria përveç Serbisë ka shtete kufitare vetëm anëtare të NATO-s dhe të gjitha janë në agresion me Rusinë. Kështu që një udhëtim i tillë mund të bëhet i mundshëm vetëm me garanci nga Shtetet e Bashkuara. Trajektoria e parë e mundshme është mes detit të zi, itinerari Moska, Soçi, deti i zi, Turqi, Bullgari ose Greqi, Serbi dhe më pas në Budapest. Trajektoria e dytë e mundshme është mes detit Kaspik, itinerari Moskë, deti Kaspik, Azerbajxhan, Turqi, sërish Bullgari ose Greqi, Serbi dhe Budapest. Në të dyja rastet avioni i presidentit rus duhet të kalojë mbi Greqi ose mbi Bullgari. Këtu është edhe momenti që do të vijë në përdorim garancitë amerikane. Akoma dhe shoqërimi i presidentit Putin me avion ushtarak amerikan, për të shmangur çdo situatë emergjence. Por ku do të qëndrojë presidenti Putin në Budapest? Një prej alternativave është hoteli i Four Seasons, një godinë historike në brigjet e Danubit, pranë urës së zinxhirave. Po vjen një epokë e re zhvillimesh gjeostrategjike në nivel global, me protagonist dy president të pazakontë.